A ka përçarje brenda koalicionit Vlen? Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari edhe publikisht thot se kanë probleme pasi siç thot janë të desinkhronizuar. Sipas tij Vlen po funksionon shumë ngadalë për shkak se janë 4 parti dhe 4 kryetar. Tash jemi të desinkronizum, disi nuk 4 parti, shifni, një parti po ka probleme. Kur je 4 parti, duhet për çdo gjë të konsultohen 4 kryesi, 4 përfaqësues partive dhe ky është problem që na ka bë vështirësi këto 9 muaj derisa jemi në qeveri. Në të bëjt probleme me funksionarët caktuar, por nga punkt mos funksionimi mirë. Po unë mendoj se koordinimi jo shumë i mirë i lën këto pasojë. Përpara gazetarëve, kreu i ASH-s Arben Taravari mohon se do dal nga koalicioni Vlen, por thot se ka gjasa që nëse nuk pranohen kushtet që i ka parashtruar për zgjedhjet lokale, të dalin vetë si parti. Jo. Shifni, ne kemi 2 opsione për zgjedhjet lokale, kam thënë, një është të shkojmë Vleni së bashku, që unë e dëshiroj të jetë ashtu, edhe e dyta dalim vetë në zgjedhjet lokale, si Aleancë për Shqiptarët. Por çfarë thonë në BDI për kanalet e komunikimit të cilat i përmend Taravari? Nënkryetari i kësaj partie Arber Ademi tha se secili që distancohet nga plani që ka për qëllim defakturizimin e shqiptarëve, sigurisht se ka mbështetjen e BDI-s. Secila parti politike që reteron nga të qenurit pjesë e një plani që ka për qëllim defakturizimin e shqiptarëve, sigurisht se ka mbështetjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, kësaj strukture mirë të organizuar, mirë të etabluar, serioze në vendin tonë. Ademi shtoi se nuk kanë marrëveshje apo negociata formale me askën për bashkëpunim në zgjedhjet lokale. Përgjigje kjo që Ademi e dha pas ju pyet nëse është Arben Taravari bashkë me BDI në zgjedhjet lokale. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në intervistë për 360 shkallë në TVM ka folur edhe për raportin në Vlen. Ai ka zbuluar se ka realizuar anketë me shqiptarët, ku siç thot nga aty ka dalë se 70% e të anketuarve kanë vlerësuar se Vlen nuk funksionon mirë.